Kuriozitete lidhur me Kuranin. Kaptina më e gjatë në Kuran është surja El Bekare, që ka 286 ajete. Surja më e shkurtër është surja El Asr, surja El Keuther dhe surja El Nasr, që kanë nga 3 ajete. Surja Keuther ka vetëm 37 harfe, gërma. Ajeti më i gjatë në Kuranin famulart është ajeti borxhit që gjendet në surën El Bekare, përbëhet nga 31 faza. Ajeti më i shkurtër është Hamim, surja Fusilet 1, që përbëhet nga 2 shkronja të ngjitura. Ajetet më të shkurtra janë edhe Mudhametan, surja Er-Rahman 55 dhe Thume Nadhara, surja Mudethir 21. Shpallja më e gjatë për një herë e shpallur është surja El Nahl. Ekzistojnë edhe mendime të tjera rreth kësaj çështje. Shpallja më e shkurtër, një pjesë e ajetit 94 të sures En-Nisa. Ajeti 7 i sures El Kasas përmban 2 urdhra, 2 ndalesa dhe 2 lajme përgëzuese. 2 ajete kuranore, ajeti 154 i sures Ali Imran edhe ajeti 29 i sures El Fetih, përmbajnë të gjitha harfet, gërmat e alfabetit arab, pra me nga 28 gërma secila. Emri Allah në Kuran përmendet plot 2698 herë, ndërsa në 27 sure nuk përmendet asnjëherë. To janë suret sipas radhitjes ku nuk përmendet emri Allah. Surja Kamer 54, surja Rahman 55, surja Wakia 56, surja Kalem 68, surja Kiyame 75, surja Murselat 77, surja Mutafifin 83, surja Tarik 86, surja Fejr 89, surja Beled 90, surja Leil 92, surja Duha 93, surja Inshirah 94, surja Kadr 97, surja Zelzele 99, surja Adiyat 100, surja Tekathur 102, surja Asr 103, surja Humeze 104, surja Fil 105, surja Kureish 106, surja Maun 107, surja Keuther 108, surja Kafirun 109, surja Mesed 111, surja Felek 113, surja Nas 114. Në surën El Mujadele, emri Allah përmendet në çdo ajet. Fjala Airet dhe Dunja në Kuran përmenden 115 herë, vdekja dhe jeta përmenden 145 herë. Imani, besimi dhe kufri, mosbesimi përmenden 25 herë. Fjala Shehr, muaj, përmendet 12 herë. Pra, aq muaj sa ka një vit kalendarik. Fjala Yaum, ditë, përmendet 365 herë, që përputhet me numrin kalendarik të muajve dhe ditëve brenda vitit. Allahu i madhëruar vetëm një herë u drejtohet jo besimtarve me fjalët: O ju që nuk keni besuar, sura Tahrim 7. Ai ja mësoi Kuranin, e krijoi njeriun. Ja mësoi atij të folurit, të shprehurit, të shqiptuarit. Dielli dhe hëna udhtojnë sipas një përcaktimi të saktë. Surja Rahman 2:5.